Që shukallë në? Meni mirë? Është e di se zhvillimet nuk janë më të mira të mundshme në për orat për shkak të motit, po i pash edhe në media as të duket mirë, po shpresoj që dhe pak e dhimshme ata njerëz më punu as shumë për një herë për 10 minuta dhe ke 20 minuta ne ka 5 minuta krejt puna, krejt vitit është dhimshme, po shpresoj që shteti, ministria më rrinë ju dollë krahë sot mënët. Faleminderit shumë për shprehjen e gatishmërisë edhe ne në Universitet Prishtinës kemi fillu me bërë marrëveshje me ministritë ndryshme, për fusha ndryshme, me idenë që ne kemi institute edhe qendra kërkimore e që mujnë me ofru shërbime për institucione publike atë nivellet qendror, atë nivellet lokal. Ne kemi arrit marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministritë Mbrojtjes, me Ministritë Planifikimit Hapësiror, atë mjedisit, këtë për komunikim, për transport që është, edhe jam shumë i lumtur që na pe arrime marrëveshjen me Ministritë Bujqësisë. Në Ministritë Bujqësisë ne kemi interes të jashtëzakonshëm që kur e ksheh planin kombëtar të shkencës, kur e sheh strategjitë zhvillimore të këtij vendit, ato del qartë se ky vend ka dy mundësi më të mira për me mujt me u zhvillu, që është bujqësia edhe teknologjia e informimit, që tu dolin si prioritete. Prej ditës të parë, si rektor tetor 2024-ës, kemi provu me but pa mundurën me zhvillu e me stabilizu gjendje në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës, i cili nuk ka qenë gjendjen më të mirë të mundshme për shkak të problemet shtresuara, edhe pronësore, edhe me ndërtime, edhe me disa tela tensionit lartë, edhe deri tek rrezikimi i akreditimit që mos me pas me na mbyll Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinës për shkak mungesës të objektit. Fal mbështetjes edhe të fillu prej zyres kryeministrit. Kryeministri personalisht që ka shkruar letër mbështetëse që kosti me na largu telat e tensionit lartë që kanë qenë shumë afër ndërtesës, e deri tek bashkëpunimi me gjitha institucionet, jena në rrugën më të mirë që vërtet me normalizu themi dhe me hap drejtaren e zhvillimit të vrullshëm të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinës. E këtu tash neve na vyn fort që na jem partner. Edhe na si universitet, po dhe jo si ministri nuk veprojmë të izolum, veprojmë një farë ekosistemi, edhe në këtë rast ne duhet m'ja dhënë dorën një krahën njëri tjetrit edhe me këshyr se sa me mujt me zhvillu sa ma shumë edhe në këtë rast specifik sektorin e bujqësisë. Që ka qenë kjo ona e ndritur, po i kemi edhe dë kërkesa që janë specifike që kemi shumë letra na, nuk do t'ju ngarkojmë juve, po ju e keni caktu një person kontaktuese dhe në kodër që soj marrëveshjes të bashkëpunimit, me mu profesor, mas pare që ne aje për kafe. Espresso americano. Espresso. Një macchiato të vogël. Unë viso piva zhuk. Edhe kem disa jo si Ministri e Bujqësisë, atje keni po më duket e keni kërku do masat përkohshme se prun ato ofër edhe do pompat benzinës e keni liru ato, e pashën se dhe ke thira dojën shkova të doja, e unë shpresoj se njëjta me do në lojme më bu kështu se e thira dove jën shkova të doja, soj përket edhe që ty në prunat të cenuara të Universitetit Prishtinës, e që jenë në kampusin, se na i kem kampuse, këtë kampusin e Fakultetit Bujqësisë. Unë falenderoj edhe publikisht profesorin Përpare Mameti, cili është në Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, të Geodet, po është edhe profesionist i fushës që na ndihmon neve kudo që kemi nevojë në universitet, soj përket që ty në çështje
të pronave të cënuara të universitetit, e profat atë në kanë dhënë se në që të e porosisi ministrin, unë besoj nuk dyshej se ministre ka vullnetin e mirë me na mbështet, me na caktu njerëz se çka mundina na me bu me bashkërendu dhe me koordinu veprimet UP-ja me Ministrinë e Bujqësisë. Faleminderit rektor, unë duke njohur profilin e ministrit, kemi pyetje shumë nga ju. Edhe kemi disa çështje që ne teknikisht i diskutojmë në grupet punëse masënej, po e falenderojmë ministrinë që ka reaguar në aspektin ligjor, i ka blokuar këto prona para tërsimit, mirë po disa nuk janë prona quja, po janë prona tona. Po ne duhet me diskutu së bashku me avokaturën shtetërore, edhe në sqaru punësim. Po edhe mos marrim kohë më atje për sot, shpresoj që çdo kemi urgjente. Këta duhet me fillu shumë shpejt, po sa nëse ju shkruajmë po shumë mirë, po nëse kthehemi sa më shpejt e moshë, sepse kemi në procedurë ligjore. Që shupuna ministre. Rektor, faleminderit shumë. Pranoj konsideratat më të larta prej anës tonë, edhe në nivel institucional, po edhe në nivel personal. Edhe unë profesor dhe juve ju falenderoj për përkushtimin që keni pas prej ditës parë për këtë kornizë të veprimit tonë interinstitucional. Mendoj që është një hap i parë shumë i rëndësishëm për dy institucione. Kjo institucionalizon pak edhe qasin mes dy institucionet të rëndësishme që i ka Kosova, sigurisht në pjedestal të saj është Universiteti i Prishtinës, me gjitha hallkat e vet. Sa i përket marrëveshjes, me njëherë do kërkojmë që të ulemi bashkë dhe të kemi një plan pune për jetësimin e kësaj marrëveshjes. Ajo çfarë ne supozojmë është Universiteti i Prishtinës kuadër të planit vetë kërkimit shkencor, i cili sigurisht është i njësuar i harmonizuar me planin kombëtar të kërkimit shkencor. Dhe marrë parasysh edhe nevojat që ka bujqësia në tërësi, po dhe Ministria e Bujqësisë në veçanti, është rëndësishme që këto të jenë në funksion komplementar me njëra tjetrën. Ajo çfarë po presim është në lidhje me çështjen e pronës. Është e vërtetë që ajo pjesë është liru, nuk është më e dajës, po aty ka qenë një hapësirë për Universiteti i Prishtinës me Institutin Bujqësor përpara, e kam projektu bujqësinë e Kosovës. Njerëzit aty e kanë marrë me qiran me miell Kollamaç, edhe në shkuj kanë marrë një pompë benzinës. Kam qenë, kjo çështje ka shkuar në gjykatën kushtetuese, 2 vite me ballafaqur me gjithë çka. Presion në opinionin publik, po s'kemi shumë pa nga ajo që neve na ka mandatu populli i Kosovës, është me liru pronën publike. Ajo pronë publike është pastru, nuk e doja aty. Ajo është ky ka kthy shteti. Dhe ajo do të jetë në përdorim të shtetit. Ne jemi të hapur për diskutuar gjithçka, ajo që është e rëndësishme aty janë 1.2 hektar tokë. Është shumë pranë Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Bujqësisë, dhe është shumë pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Dhe aty në midis të shkon një pompë e benzinës, shkon një hapësirë kërkimore, ku i ofrohet profesorëve dhe studentëve me projektu të ardhmen e bujqësisë së Kosovës. Dhe tek e ardhmja, çfarë po presim ne nga kjo marrëveshje, rektor? Fillimisht është institucionalizimi i pjesëmarrjes së profesorëve të Universitetit të Prishtinës, ekspertëve të kërkimit shkencor të aplikuar në hartimin e planeve tona, qoftë strategjive kombëtare, ashtu dhe planeve tona individuale në kuadër të bujqësisë. E dyta, jemi në kërkim të themelimit të funksionit ose agjencisë ose shërbimit kombëtar të ekstenzionit, shërbime këshillimore në bujqësi. Dhe ato, bazë të planeve tona dhe praktikat Bashkimit Evropian ndërtohen me institucione kërkimore shkencore. Edhe ku ne parashkruajmë që Universiteti i Prishtinës do të luajë rolin këç. Për atë do të jetë një pikë e parë në kuadër të planit të veprimit. E dyta, rektor, është siguria ushqimore, qoftë për nga aspekti i bollokut begatis, po ashtu edhe tek përmbajtja e ushqimit. Ne kërkojmë me ekspertizën e fundit dhe këtu besojmë që Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës, po dhe Fakulteti i Mjekësisë mundën me dhënë një rol të rëndësishëm për të garantuar që interesat e konsumatorit po mbrohen. E treta, ne po kërkojmë që me themelimin e qendrës të paralajmërimit të hershëm. Keni parasysh që për shkak të ndryshimeve klimatike kemi vështirësi. Dhe kërkojmë që Universiteti i Prishtinës dhe mbase kjo mund të jetë edhe iniciative përpashkët që të krijojmë një qendër të paralajmërimit të hershëm. Kjo në vetvete ngërthen disa qasje ose funksione, është qasje ndërdisciplinare.
Pra kërkohet gjeografia, bujqësia, shkenca të dhënave, teknologjia informative dhe qasja në shërbimet satelitore, Copernicus dhe Sentinel, me na ndihmu neve që ne ti paralajmërojmë bujqit ashtu si që kërkohet për menaxhimin e situatës. Në fund, lejohet të theksoj edhe një çështje tjetër të rëndësishme. Ministria e Bujqësisë është e hapur, e gjitha pronat që i ka Ministria e Bujqësisë, ato do të jenë në funksion të shoqërisë. Dy gjenerata, dy shtresa shoqërore shumë të rëndësishme për neve janë studentët, të rinjët edhe gratë në bujqësi. Sigurisht ne presim nga Universiteti i Prishtinës na qaset me ide se si mund t'i adresojmë këto, por Ministria e Bujqësisë ka marrë në pronësi, në tërësi, rreth 230.000 hektar bujqësore dhe pyjore. Dhe sigurisht Universiteti i Prishtinës duhet ta jap pozicion e vetë në raport me këtë dhe ne jemi të gatshëm për dëgju se në çfarë forme mund t'i shërbej edhe zhvillimit të kërkimit shkencor, edhe në universitetit, edhe mbi të gjitha planet individuale, planet e katedrave, planet e universiteteve, po edhe planet e përgjithshme të shërbimit kombëtar dhe kërkimit shkencor të vendosen në funksion të Ministrisë së Bujqësisë dhe anës jetës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë ministër. Krejt po të nglën shumë premtuese edhe jem shumë optimist që me këtë marrëveshje të bashkëpunimit edhe me ministrin tuaj që e udhëheqni për momentin, po edhe me ministri tjera, në këtë rast ka fusha ku ne duhet të koordinohemi, bashkërendohemi dhe të ndërmarrim hapat në interes të publikës, në interes të sektorit bujqësisë. Soj përket çështje pronësore është shumë e rëndësi edhe njëherë që prona publike të ngel pronë publike, mos të tjetërsohet. Pronat e Universitetit Prishtinës ndër vite dekada kanë qenë të cenueshme dhe janë cenuar nga uzurpatorë të ndryshëm. Ne jemi duke punu që vërtet këto prona më juri kthy publikës. Në këtë rast kemi edhe të hapësirat atje, edhe këtu ku i përmend ku i ndërtu pompat benzinit, po edhe tek në kufi me kampusin e Fakultetit Bujqësisë janë disa përreth autostradës, disa pruna ato që janë paka shumë taskujt, po janë pruna qartë publike të uzurpuara në proces tentimit për tjetërsim. Edhe këtë duhet, po këto gjitha do të sqarohen. Jam shumë optimist që ne nuk me ne po mendoj Universitetin e Prishtinës, po dhe në përgjithësi gjitha institucionet në vend, mos mjaftohemi vetëm me parandalimin e keqbërjes, po nga ne pritet që edhe të bëjmë mirë. E me bëjmë mirë është kur ne i avansojmë institutet kërkimore, garantojmë cilësinë e ushqimit që e konsumojmë për çdo ditë, e zhvillojmë prodhimtarinë bujqësore në këtë rast, edhe e krijojmë bazën që me lidhen zhvillimin ekonomik me kërkimin shkencor. Unë veç mund me thonë që vullneti është, dera e Universitetit Prishtinës është e hapur, nuk ka fare nevojë me trokit, se është e hapur. Ju lutem kërkoj që mos hezitoni gjitha kapacitetet që i kemi kërkimore, unë në këtë fushë të bujqësisë, po edhe teknologjisë të informimit, apo edhe shohim se problemet janë komplekse dhe përgjigjet duhet të jenë shumë disiplinore, nuk mjafton vetëm një disiplinë. Na flasim sot për shembull për smart agriculture, që duhet paka shumë me ndërlidh dhe me zhvillimin e bujqësisë edhe me teknologjinë informimit të tjera, ne kemi profesor, kemi dije edhe jemi të gatshëm që me vëmë në shërbim edhe të Ministrisë Bujqësisë edhe zhvillimit përgjithshëm të vendit. Marrëveshjen e kemi tash veç na pret me nënshkru edhe me jetësu, me mush me jetë. Kjo është thelbësore. Se dështimis të dyti. Po.
Rektor, të falenderoj shumë. E në pritë në bara. Në pritë në bara. Shumë është më rëndësi kjo ditë. Kjo në të besej që në dhe mujna me të regu që shtë, bashkërisht. Hajde provë që koordinatorë e përdo se ju dyve kam një ropu në madhe. Faleminderit shumë na mujna veç me njëherë me protokollu edhe me avon kopje në protokollume që na këthemi ju të në. Edhe tek Erasmusi edhe Horizon i punit, aty mund me po shumë. Shumë mirë. Rektor, faleminderit shumë edhe për vërtet të shumë, që tu që është profesor, po na duhet me shku për te, na duhet po që ka me zhvillu. Me herë një plan veprimi edhe po jesu punë. Edhe me një dhurat shaj e disë në parën në kënë, për na kemi një farë plake që javë japër standard të lirë edhe dozë dhe këtë zyre. Edhe unë ju thëmë se gjysë me shako, po gjysë seriosisht. Nëse vendos dikun ku e shet çdo ditë se ta ne mësuat simi edhe nuk do më përshtypje. Dikun ku e shet një herë një orë, në tronan. Kështu që mos na harroni se këtu jemi. Respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të shohim. Dhe do të koordinojmë